Selamu alaikum të dashur miq, ky është emisioni Drejt për drejt e thëna e pa thënë. Shpesh dëgjojmë të thonë se rinia ka ndryshuar shumë, por shtrohet pyetja se çfarë rinie kemi dhe a arrim ta kuptojmë rinin dhe të komunikojmë me të. Me ne në studio si zakonisht Hoxha Kremavdia. Si vjen Hoxha? Mirë se takojmë vera kësaj radhe. Hoxha, kur flasim për rinin e sotme, po e quaj kështu, a kemi të bëjmë vërtet me një brez ndryshe, apo është perceptimi kështu? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Që tash që ja kom nisë me avancu në mosh, jam të e kuptu që për një mend kemi të bëjmë me një rini ndryshe. Dhe më thonë, deri vonë kom mendu se është thjesht veç perceptim se pse ka nevojë me dallu i riu prej ati në moshën mesatare ose prej ati në moshën avancuar. Megjithatë, jam duke e pa se dallimi megjithatë ekziston. Preferoj të themi rini, të shmangemi pa qenë të detyruar asaj shprehjes rinia e sodit, për arsye se gjenerata jam edhe ata më të vjetrit kryesisht e përdorin me konotacion negativ, rinia e sodit. Megjithatë, rinia meriton shumë respekt. Nëse jo për asnjë vlerë të caktuar, edhe pse kanë vlera rinia gjithsesi, por rinia meriton respekt, dashni edhe kujdes, edhe mëshirë, si mbas udhëzimeve profetike, për shkak të gjithë atij potenciali edhe gjithë asaj mundësie që në një të tashme si fillim e një të ardhme të afërte edhe në perspektivë pa ndërprer, ata mund të bëhen bartësit e proceseve, e të gjitha proceseve shoqërore, atyre proceseve të mira, pozitive, atyre për cilat shoqëria gjithsesi ka nevojë. Ajo që ne kemi borxh rinis, nuk është me ushit mend. Për arsye se ata mend kanë boll. Edhe s'është për me u tregu as ma të mendshëm, as ma trima, e të guximshëm, as ma ditun, për shkak se nuk jemi detyrimisht, por borxh i kemi për vojën tonë jetësore me u shndru në një libër të hapur edhe me u lënë hapun 24/7. Shpesh kemi dëgjuar shoqërinë tonë të thonë s'ka me rinin tonë. Në anën tjetër dëgjojmë tani të thonë se rinia sot është bërë më e vështirë. Cila është e vërteta, cili është realiteti i kësaj gjenerate? E vërteta është se çdo përgjithësim mundet me i pas gabimet e veta. Edhe në çdo përgjithësim mundemi me gjetë vrejtje. Po në fakt vlerësimet kur bën për shumicën. Po, kështu që kur themi s'ka me rinin tonë, unë mendoj se është kogja e saktë. Kur themi se rinia jonë është në rrezik, është shënjestër, edhe kjo është bukur e saktë. Po edhe nëse themi se rinia jonë ka nevojë për ta udhëzu, për ta orientu ashtu si duhet, pa dyshim që edhe kjo është e saktë, mund të jem shumë subjektiv, po megjithatë prej faktit se unë bëj pjesë në atë kategoritë njerëzve që nuk jemi larg terrenit, nuk jemi larg masës, larg shoqërisë, kësaj nuk jemi as larg rinis me gjithë distancën në moshë, i jap vetës drejt me thonë se rinia jonë për një mend është rini e mbarë. Me gjithë vrejtjet eventuale që mund t'i shohim aty këtu, por jemi të vetëdijshëm se mosha, megjithatë, mosha e re është fjala, e ka një tolerancë kur them kushtimisht lejohen ose arsyetohen ose ndoshta më mirë me thonë justifikohen disa axhamillëqe te mosha e rinis, derisa te ata që e kanë kalu moshën e rinis edhe kanë arrit ose kanë fillu t'i afrojnë moshën së pjekurisë. Te ata moshë zero toleranca për axhamillëk. Do të thonë s'po du me përmend numra, po s'kemi qare pa përmend, po vetëm si shembull, një 40 vjeçar, nuk mundet me arsyetu me thonë axhami, i ri. Jo, një 22 vjeçar, po, është i ri. Edhe pse
nuk do duhet të ishte i ri, po me gjithatë, rrethanat e bajnë për arsye se ne kur kemi qenë tri, unë personalisht kur kam qenë i ri edhe ata që janë aty përafërsisht me moshën time, nuk është se kemi ditë ne të zgjedhim rrugën e pjekjes atë botë, mirë po ka pas rrethanat të atilla që e jetat ka përplas, s'të kam shiru, edhe ti është dasht me u gjindë, me mbijetu, është dasht me notu në dallgët e jetës edhe pa ditë. Për ndryshe, je mbyt. Ka qenë koha kur, për shembull, trinjet, unë i takoj asaj gjenerate, janë kërku për të shku me shërby ushtrinë në armatën jugoslave. Ajo gjenerata kur përveç që janë marrë me detyrim gjithsesi, një pjesë e tyne janë kthyn në tabuta, edhe i takoj që asaj gjenerate që realisht të dasht me gjetë zgjidhje prej asgjëje për me i ik asaj situate. Edhe për këtë arsye ka shumë, për shembull, shokë të mi që kemi mësu bashkë në shkollë, në medresen Alaudin, e që ose e kanë shërbimin ushtarak se kanë qenë detyruar, ose një pjesë kanë ik, ata që kanë ik, pjesa dërmuese e tyne, përmi 90% tyne, ku janë? Janë në gurbet. Pse nuk e kanë zgjedhur gurbetin ata prej luksit, madje se kanë zgjedhur as për një jetë më të mirë ekonomike. Ata e kanë zgjedhur gurbetin për mbijetesë. E tash dallimi i një, të themi 19, 20, 21 vjeçari atë botë që e ka zgjedhur braktisjen e vendlindjes edhe ndarjen nga familja. Për shkak të rrethanave shoqërore. Jo, për të mbijetu fizikisht, edhe një triu sot i cili edhe ky e synon gurbetin, e synon daljen nga vendlindja, po e synon për diçka tjetër, motivi dallon, edhe prapë s'ka problem as te motivi, se s'po du me mendu dikush se jam të thonë se për motive tjera nuk ka arsye njeriu të mendoj kështu. Mirë, po ai i cili ka luftu për mbijetesë, edhe ja ka rritë me mbijetu, ajo është formu në kushte shumë më të vështira. Edhe si i këtill është bërë shumë më i shkaftë edhe më i zoti, pa nënçmim edhe nënvlerësim të atyre që formohen sot. Këtu e hasim një pjesë të dallimit që konsideroj se është i natyrshëm në mes një 20 vjeçarit para 30 viteve dhe një 20 vjeçari sot. Dallimi është shumë i madh varësisht prej këndvështrimit. Dhe prandaj thonë kanë ndryshuar të rinj sot. Kemi një tjetër rini sot. Ne do të kuptojmë bujar që kanë ndryshuar rrethanat. Edhe gjithmonë vlerësimin, nëse është e domosdoshme edhe gjykimin, duhet ta bëjmë duke pas parasysh rrethanat. Nëse vlerësojmë ndarës prej rrethanave, sigurisht kemi me gabu. Ndoshta këtu mund të jetë problemi. Çështja e moskuptimit ndër breznor apo edhe ndryshimi i mentaliteteve. Hoxha, mendon që ndonjëherë nuk është problemi te rinia apo tek më të moshuarit, por problemi është e mënyra se si komunikojmë, mënyra se sa u japim hapësirë që ata të shprehen. Nëse do të duhet hipotetikisht me vlerësu një gabim ose një tejkalim të bërë nga një i ri edhe nga një i pjekur, me peshën e njëjtë të gabimit, unë do të thoja se përgjegjësinë më të madhe e ka i moshuari ose i pjekuri. Për arsye se i riu rinin, gjendjen e rinisë edhe mungesën e përvojës jetësore e ka rrethan lehtësuese. Kështu që ai edhe nëse gabon, ai ka gabu për shkak se ka pas përvojën, ndërsa ky kur gabon, ky e ka pas përvojën. Domthonjë ky nuk arsjetohet me gabimin. Komunikimi në mes gjeneratave është sfidë gjithsesi. Është sfidë e cila neve na shfaqet në të gjitha fushat e jetës apo edhe në të gjitha relacionet që i kemi. Tu fillu prej familjes, do të thonë mes gjeneratave prindrit me fëmijët ose gjyshrit me nipërit si komunikojnë, është sfidë. Është letë mi thonë mos bir ose mos bi, mo bre babën, mo bre nanën, mo bre gjyshin, po është, si me thonë, është sfidë me jamush menjen, pse po donë që ai mos me e bo një veprim,
ose pse jetu e thirë që a i me e bo një veprim. Nëse themi, jetu i thonë, hajde me mund në xhami, ose hajde ta falim namazin bashk. Kjo nuk është vetëm një fjalë që thuhet. Është një koncept jetësor i cili duhet të ngulitet në mendjen edhe në zemrën e rinis, i cili duhet të skalitet, të gdhendet, por jo gjithkush e ka aftësinë për me gdhende dhe për me bo vizatime edhe me bo skulptura. E kështu që mbetet prapë përgjegjësia e të moshuarve se si po i përcjellin bot kuptimet, si po i përcjellin. Të edhe desha që pyes Hoxha, duhet rinia vetëm të dëgjojnë nga përvoja e të moshuarve apo edhe të shpreh pikpamjet e veta, sepse e përmendet më herët, përvoja është shumë e rëndësishme të marrësh përvojë nga më të moshuarit, mirë po në të kaluarën mundësia e përvojave ka qenë më kufizuar, pra nga ata që i kishim përreth, ndërsa tani me zhvillimin e teknologjisë, përvojat të gjithë botës mund t'i kesh pranë. Madje ata mund t'i arrin përvojat tona më shpejt se sa i kemi arrit na. Kjo është e para. E dyta, ajo menoj që është shumë e rëndësishme, është aja ose elifi i kësaj pune, është ne kur komunikojmë me ta, duhet të jemi të sinqert. Edhe kur flasim, diçka duhet të themi të vërtetën. Nuk duhet të paraqitemi para tyne në atë mendësin mërbir, kur jem konën në mosh thane, e bëjsha këto. Ai shembull i paarritshëm. Jo vetëm shembull i paarritshëm, po. Me thonë diçka ose me pretendu diçka që ti e di se s'është çashtot. Edhe djali yt, fëmiu yt, nuk e ka dëgju prej askujt atë heroizmin tënd ose ato të arrituna tua. Edhe në këtë rast, edhe nëse janë të vërteta, si duke e thonë të vërtetën, duhet të bash shumë kujdes për arsye se modestia është virtyt, në këtë rast është e kërkuar edhe në relacionin tënd me fëmijën tënd. Leje vllajën tënd ose shokun tënd ose një koleg tënd le të tregon për heroizmat tu, nëse vetë që është e vërtetë ajo çka po thua, por mos fol në veten e parë. Kështu do të bëhesh më i madh. Modestia se cilin njeri, sa do i mirë që tjetë, kur të regohet modesta, i bëhet hala më i madhë, në sytë e njerëzve në përgjithësi, po dhe në sytë e fëmijëve tu, edhe në sytë e nxënësave tu, nëse je mësues, mësimdhënës, edhe në sytë e xhamatit tanë, nëse je hoxh. Dhe më thonë, çdo kush që megjithatë e ka një pozicion, le të jetë edhe i pa, si me thonë, i pa shpallën, i pa definum, po megjithatë njerëzit e shohin me pietet, e shohin me respekt. E tash aty nuk të vynë ty me insistu me unë ngritë edhe ma lartë se sa të ka ngritë Zoti, po ti dush me insistu jo, po dush me u tregu modest, edhe kur e ke pozitën me modesti, aty bëhet mrekullia. Tash edhe në rastin e komunikimit me gjeneratat e reja, me brezat e ri, qoftë nga pozicioni i prindit, ose mësimdhënësit, ose nga një pozicion qoftë edhe krejt i rastësishëm. Ti je më i vjetër, nuk ki nevoj me i thonë na kemi bo kështu si brez, jo si në gjendje me bo, na kështu, jo ashtu, mirë po me i fol edhe nga njëherë, jo nga njëherë, po në shumicën rasteve do të me i inkuraju, edhe do të bisedat tona me ta, me qenë në atë stilin, mashallah ju koftë, ju jeni shumë të mirë, ama me më dëgju mu, vetëm edhe pak e këshit plotësu që shto. E përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një shembull interesant, veç logjika e shembullit lidhet, se nuk lidhet krejt me temën. Thot shembulli i pejgamberëve që i ka dërguar Allahu është sikur se shembulli një njeriu i cili e ka ndërtuar një shtëpi. E ka ndërtuar në mënyrë të përkryer, vetëm një tull nuk e ka qitë në vendin e vet. Edhe njerëzit sillen, mahnitën sa bukur e pas ka ndërtuar. Kur mbrin te vendi asaj tullës, thonë çto e pas kalon mongot. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam ajo tulla e fundit e ndërtesës së pejgamberëve. E tash na duhet me ju thonë ti e ke bën një punë të përsosur, mirë po merr prej axhës edhe që tull vendose aty ku duhet se plotësohet edhe bëhet më mirë. Dhe jam shumë i bindur që është një mënyrë, një qasje pedagogjike është. Pedagogjike, edhe është miqësore bujar. Njerëzit vetëm me qasje miqësore mundesh me ushtru ndikim të ta. Ndërsa me qasje sulmuse, natyrshëm ai ka me e marrë gardin mbrojtës. Edhe fëmia në raport me ty, kur ti fillon me kritik ose me kritik të ashpër, ai çka ka me qenë i detyruar.
në vend se me pranu gabimin, ai ka me qenë i detyruar me gjetë një justifikim për gabimin e vet. Edhe mundet me thonë, po, unë spataqare pa e bo qështu, se me e pas komoditetin edhe ne kisha bo ma mirë. Edhe një farë mënyrë nëse të thotë qështu ti, s'pan ma me aronu edhe ma tepar. Ndërsa nëse fillon me lavdat, edhe ja dëshmon ati se qasja jote është s'ka ishmërisht miqësore, s'ka kur gjatë keqe aty, atëherë ai dorëzohet edhe e merr këshillat. Për arsye se ata e dinë. Po në anën tjetër ai ka nevojë që të flasë, o xhiriu, ka nevojë që të dëgjohet me vëmendje. Edhe nëse nuk e thot gjithmonë të duhurën, ai dëshiron ta dëgjojnë të tjerët. Dhe ky mos dëgjim a krijon pastaj distanca. Dhe jo vetëm distanca, edhe arrogancë dhe ftohje kështu me radhë. Bujar, ata padyshim që kanë nevojë për hapësirë. Ajo hapësira është hapësirë e shprehjes, hapësirë e respektit, që të dëgjohen, edhe jo gjithmonë i aqëllojnë, po me konë që ata gjithmonë i aqëllojnë, na ishdasht, unë kisha thonë, na do të me mësu pej tyne, jo ata pej neve. Po edhe na mësojnë pej tyne, edhe ata mësojnë pej neve, edhe këtet do të me e pranu se as si brez e si mosh, na nuk jemi të përkrym që me thonë, valla na po i dim të gjitha, na mund ta kemi një përvojë jetësore, cilën ata hala se kanë kalu, mirë, po ata mund të kenë shumë njohuri për botën cilat neve na mungojnë, edhe që ata mund t'i kompenzojnë ato mungesën e përvojës që se kanë tonën, ndërsa ne kena me mbet ignorant në kuptimin e teknologjisë e plot gjanave, nëse nuk e shfrytëzojmë dijen edhe njohurinë e tyre. A kanë nevojë të dëgjojnë, padyshim që po. Secili njeri ka nevojë për hapësirën për ta shprehë mendimin e vet. Edhe nëse është i gabuar, duhet të shprehet për arsye se nëse veç kësaj i thonë komunikim. Nëse s'kemi komunikim të kësaj natyre, s'ka reciprocitet, atëra është diktat. Diktatin, diktaturën kërkush se pëlqen. Edhe për mirë me konë, dhe më thonë, si qasje, si mënyrë e ushtrimit, saj është e shëmtume. Ani pëse prindi munot, unë e s'dyshojnë dashamirësinë e se cilit prind. Madje edhe ata prindër që fëmijëve tyne ju thonë mos shkoni në xhami, se s'është mirë me shku në xhami. Ka dhe prind këtil, fatkeqësisht. Edhe ata, unë nuk dyshojnë dashamirësinë e tyne. Po problemi është që ata dashamirësinë e kanë, po dijen nuk e kanë. Edhe qasjen kur dikush ja dën të mirën fëmijës vetë edhe mundohet me zarë, me dhunë, me bot mirë atë në një mënyrë që vetë sashtu, në radhë parë sashtu e dhonë shembullin e duhën. Kështu që diktati edhe për gjanë më themi hipotetikisht më të mirë, e mbështjell me mbështjellsin e shëmtum. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, butësia çdo gjë që e shoqëron e zbukuron. Dhe për çdo gjë që mungon e shëmton. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se nëse i bojmë gjonat me butësi, ato sa janë të mira do të bëhen edhe të bukura, edhe do të bëhen lehtësisht të pranueshme. Ndërsa nëse bëhen me vrazhdësi, sa do të mira që janë, ato duken të shëmtuara. A nuk i tha Allahu fuqiplot pejgamberit vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fa bima rahmetin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Për shkak se Zoti ishte i mëshirshëm me ty, ti u tregove i butë ndaj tyne. Sikur të ishe i vrazhtë edhe i ashpër me ta, ata do të iknin prej teje. Sikur të ishe i vrazhtë edhe i ashpër me ta, ata do të largoheshin prej teje. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se nuk mjafton që ajo që thua ti është e vërtetë. Ajo është e vërtetë. Mirë, por nuk mjafton që është e vërtetë, për shkak se po e thu vrazhtë edhe njerëzit nuk e don të vrazhdan, pavarësisht çka ka brenda asaj atij mbështjellësit të vrazhdësisë. Andaj edhe çësia e të gjithëve pa përjashtim, edhe prindi me fëmijën, edhe mësuesi me nxënësit ose pedagogu me studentët, imami me xhamatin kjo diskutohet, domethënë është prioriteti të gjitha prioriteteve me u respektu kjo çka po them. Por edhe në situata të edhe ma specifike, punëdhënësi me punëtorin, ose polici derisa mban rend me dikend i cili eventualisht mund ta ketë shkelur rendin, ta ketë thyer rendin. S'po flas për ato rastet ekstreme që duhet të ndërhyet me dhunë, mirë po e zom për një tejkalim në trafik ose kështu me radhë, nuk ka arsye që të sillemi vrasht me për shembull me shoferat e rinj.
Krejt kemi qenë trinj, krejt kemi bo gabime, edhe krejt hala bojmë gabime. Po gabime nuk e ban njeriun të keq a priori. E ndalë në trafik, e përshëndet që është ka hije, për fund hije person zyrtar, edhe në një farë mënyrë të jenë komoditet se ti s'ke gabu, ti po e zbaton ligjin, atë trajtoje me mëshirë. Zotëri, arsyeja e ndaljes është kjo. Elhamdulillah, shumica e rasteve, do më thonë, se s'po du me u kuptu që po e kritikoj policin, po jap këshill për i çdo pozicioni më të lartë që komunikon me tjetrin, duhet të tregohesh skajshmërisht i butë edhe i mëshirshëm. E kështu afrohen njerëzit në këtë rast. Pa pikë dyshimi, përveç që afrohet bojar, përveç që afrohet, ai edhe ndihet keq për gabimin që e ka bë. Ndërsa prap po them, ajo çasja e vrasht, pse gabove, çka po gutësh? Ajo është një farë mënyrë çasja arrogante, kundërpërgjigje e ka arrogancën, tash në këtë rast ai i cili është të majtëran, edhe sillet me arrogancë, e bën atë që ka gabu, sillet me arrogancë. Kjo arroganca e këtij është shumë më e rëndë, padyshim, po krijohet një relacion i panevojshëm, me ngarkesa të panevojshme. Për këtë arsye, këtu vjen shprehje ai udhëzimi profetik ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk është pej neve ai i cili nuk e respekton të moshuarin, nuk e mëshiron të riun, edhe nuk ja din të diturit tonë vlerën. Para mendo, në çdo situatë jetës tonë ti je njëri prej shtynë treve. Ki punë me dikon që është më i vjetër se ti, çka duhesh me bë? Respekt. Me dikon që është më i ri se ti, çësjen e mëshirshme dhe mshurisë, ai mund të jetë axhami, mund të mos e di, mund mos ja di rendin çysh me usill me ty, edhe ti ja rre supin, edhe i thu, kjo punë bëhet që shto, është pak ma mirë, e kështu me radhë, pa pas nevojë me u konfrontu. Në jetën tonë, jo vetëm me rinin, po edhe me njëri tjetrin, bojar, a ditë çka kemi nevojë? Kemi nevojë të bashk udhtojmë, të bashk rrugtojmë. Bashk rrugtimi nuk bëhet duke u përplas. Bashk rrugtimi bëhet duke ecë në kahjen e njëjtë. Nganjëherë kahja e atij që ti po don me ushtru ndikim te ai nuk është e duhuna. Po qite një hap dy me te, derisa t'ja futësh krahun nën krah, edhe pastaj dal nga dalë, merr edhe e qet në kahjen e drejtimin e duhur. Për ndryshe, nëse shkohet me përplasje, kur s'mundet me prodhu efekt pozitiv, aty do të kemi vetëm pasoja. Në anën tjetër, hoxh, rinia sot, sidomos në vendin tonë, komentohet shumë për qasjen ndaj fesë. Pra kemi shumë të rinj që frekuentojnë xhamit, kishim Ramazanin dhe dominonin të rinj në xhami dhe jashtë xhamisë e kështu me radhë. A ka ndryshuar mënyra se si rinia sot i qaset fesë? Si e kap fen? A din çysh është kjo punë, bojar? Nëse themi sot edhe para 30 vitesh, unë sot kur shkojmë në xhami nuk jam i ri, po para 30 vitesh kom qenë i ri. Kështu që qasja ndaj fesë edhe hyrja në xhami mund të jetë parafërsisht e njëjta, por dallojnë intensitet. Të rinjët në fakt janë më kurreshtar, pyesin më shumë. Intensitet. E sot tash dallojnë rrethanat. Jam insistues që gjithmonë vlerësimet edhe krahasimet bëhen duke u respektuar edhe rrethanat. Dallojnë rrethanat për arsye se në kohën kur unë kam qenë i ri, unë e përmenda kalimthi atë pjesën mas sfiduese të rinisë sonë, mirë po na kemi pas edhe sfida tjera. Unë kur kom shkuar në medrese, edhe kom fillu me mësu për fe, edhe kom fillu me u përgadit për me u bo hoxh, nuk ka qenë shumë, si me thonë, nuk ka qenë shumë prestigjioze, me viju këtë rrugë edhe së të kanë këshyrë njerëzit me admirim pëse ki mu bo hoxh. Hoxha sot këshyrët shumë me ma shumë respekt. Edhe kjo është një ndryshim i rrethanave. Sot një i ri nuk e ka atë problem. Nuk e ka problemet që ka po thojnë hallë, ku thjesht ati mjafton me u mush menja, edhe me u binde dhe a i shkon në xhami, pa asnjë telash. E përmendet me edhe të hoxhën dhe xhamatin. Te aspekti komunikimit tha që duhet jetë më i miri. Dhe në të kaluarën është thënë e dëgjova hoxhën dhe kështu vazhdojmë tutje. Ndërsa i riu sot e pyet hoxhën shumë. Po, ja lyp edhe argumentin. Në thojza e sfidon hoxhën në një farë forme. Ja lyp argumentin, ja lyp sqarimin, edhe shkon edhe më thellë, ja lyp edhe urtësinë. Okej, argumentin të e solle, fjala e Allahut, fjala e pejgamberit, alayhi salatu wassalam. Kështu thot Islami, po, unë jam interesuar me ditë edhe urtësia e kësaj, pse ka thonë Zoti kështu. Dhe ky i ri nuk mund të quhet tani problematik.
Absolutisht jo, përkundrazi. Shef, bujar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ata njerëz që kanë ardhur me sfidu, bukfalisht, jo me sfidu në kuptimin vetëm me këshir çka po dinë, çka po thot, po kanë ardhur me sfidu në kuptimin më mbyll gojen. Edhe aty në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë hapësirë. I ka thonë atij, nëse zgaboj ka qenë Utbe ibn Rabia, ka ardhur i ka thonë nëse don nëse je smut po ta gjejmë një mjek, nëse do në martu po ta japim një çik më të mira, nëse do pare po grumbullojmë pare, po të bëjmë mret, po të bëjmë kështu. Krejt këto kanë qenë oferta të pasinqerta, por edhe ofenduese për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se sa që janë ata të sinqert për mi Allahun, sikur të kishte thonë po. Edhe në fund e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me shumë kujdes, edhe në fund i ka thonë, a e krye apo do në hala me fol? Jam i gatë shumë hala me të dëgju. Ama nëse ti ke përfundu, atëherë më lejo edhe unë të them ty diçka. Dhe ai ka thonë, ja, unë e mbarova, qa pata me thonë thash. Atëherë ka fillu me fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dallimi ka qenë shumë i madh, edhe në kush ishte ky njeri i bekuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kush ishte ky armik i tij me një qasje destruktive. Destruktive dhe skajshmërisht tendencioze. Edhe niveli i mohabetit shumë i paprafërt. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u soll me të me shumë edukat. Një hoxh sot nuk ka arsye, as arsyen më të vogël nuk e ka me u sill vrasht me xhamatin e vet. S'po them me u sill me arrogancë, po e përjashtoj arrogancën, mirë por vrasësia mundet me qenë evidente për shkak se ti ma parashtron mua një pyetje, edhe unë mund të ndihem i provokuar. Pse po bën pyetje provokative? Çka jam të folur? Jo. Pyetje, unë e them të edhen, ne ma u banën 15 vite asa që bashkë bisedojmë, edhe i parashtrojmë pyetje njëri tjetrit, ti mu ma shumë, ti ma pak, por unë e them... Unë më i ri, hoqë, po, koreshtar. Unë e them gjithmonë, nuk ka pyetje pa lidhje, s'ka pyetje pa vend, për arsye se ti funit, përgjigjen jepe me vend, edhe përgjigjen jepe me lidhje, a përgjigje pa lidhje ka. Nëse unë sillem me ty vrasht, ose nuk jam zemërgjan, s'po du me thonë tolerant, se s'ka nevojë për tolerancë këto, po s'jam zemërgjer, mjaftueshëm për me dëgju edhe pyetjen tënde, me i dhonë hapësirë edhe pyetjes tënde. Edhe pse mundet me tingëllu jo shumë e formulume si duhet e kështu me radhë. E sot rinia në të vërtet janë të interesuar me ditë, po përveç asaj nuk të kanë ty si hoxh burimin e vetëm të informimit. E ka telefonin që mundet me, dhe më thëmë mërënda gjysorës, me i pyet 10 hoxhallar, edhe ma të dishëm se ti, e me marë përgjigje, por ja që ty të ka hoxhën e mahallës edhe të xhamis ku ai frekuenton edhe ka qef me mësu prej teje. Kjo na bën neve shumë, duhet na bëj neve shumë të përgjithshëm, edhe të vëmendshëm, që të jemi gjithë një të përgatitur. Jo çdo pyetje t'i japim përgjigje, absolutisht nuk është marrë me thonë nuk di, madje edhe më pak marrë është me thonë që te s'jam i sigurt ose nuk po e di, por prit deri nesër se ta gjej përgjigje. Se derisa e lyp ai mundesh me lyp edhe ti. Edhe kësaj komunikimi do të më qenë gjithmonë mbi atë bazën e nëse është më i ri e trajton me butësi, nëse është më i vjetër e trajton me respekt, edhe të gjitha rrethana trajtimi do të jetë pozitiv. Nëse fillojmë me të boskena, të marçandrime, të qirë e kështu me radhë, aty pastaj ata kanë edhe oferta tjera, një gjatë do të mos e harrojmë. Edhe prind nëse je, s'po flas këtash këtu veç për hoxha, po edhe nëse je prind, edhe nëse je mësimdhënës, edhe kështu me radhë, fëmijëve i ka 100 alternativa. Mundet nesër, është e rëndë kjo çfarë do më thonë, po më thonë a diçka bë. Unë po dal pe shtëpi. A mundesh me ndalë nëse i ka bot 18 vjetë? S'mundesh me ndalë. Kush është fajtor pse ai dul prej shtëpie dhe e pa vetën në xhungullën e jetës më komod se sa në shtëpinë e babës apo të nanës? Ti je fajtore, si s'ja ke ofru ngrohtësinë e nevojshme, nuk po flas për me ofru kushte, me i ble kerë me ja bë ato me jo. Ama shpinë me ja bë të këndshme, edhe ai mos me uni kërkon në botë më mirë edhe më ngrohtë se sa afër teje. Sepse familja në të rast ndikon shumë në botë kuptimet që krijojnë të rinj. Familja është begatia më e madhe. Familja është bekimi më i madh.
familja, unë menoj që të gjitha mangësit i kompenzon. E kompenzon edhe varfrin, e kompenzon edhe smundjen, e kompenzon edhe çka ka tjetër, pasigurin, edhe komplikimet e ndryshme. Krejt familja mund të me i kompenzu. Qatë ngrotësin që ofron familja, kur gjo se kompenzon. Por, do të me e bo pyetjen, kush është përgjegjësi, a janë përgjegjës fëmijët, që hala se din, qofshin ata dhe të rritun, 18, 19, 20 vjeçar, po ata janë fëmijët tu edhe... Janë trit. Janë trit, apo kupton. Kush ka përgjegjësi ma shumë, e thash ma herët, njëjtin gabim, ky që e ka përvojën jetësore, e ka përgjegjësinë më të madhe. Andaj, në këtë aspekt, duhet thirrja ime, apeli ime është që të gjithë ne të bëhemi shumë më fleksibil, edhe më të kapshëm edhe më të qasshëm për rinin. Do të përpiqemi t'i kuptojmë. Jo çdo herë ne e kemi mirë. Tash, kur them jo çdo herë ne e kemi mirë, kjo me automatizëm do të kuptohet se jo çdo herë ata e kanë gabim. Tash, kjo prap do të kuptohet edhe një aspekt tjetër, ajo është që na ma shumë e kemi mirë, ata ma shumë e kanë gabim, eventualisht. Megjithatë, gjithë duhet të lihet mundësia Imam Shafiu, nëse zgaboj, që ka qenë një prej djetarëve të mëdhej të ummetit, ai ka pas një çështje interesante. Ka thonë, qëndrimi im a priori është gabim, po ka mundësi të jetë edhe i qelluar, qëndrimi i kundërshtarit tim në kuptimin e mospajtimit, jo të armiqësisë, është i saktë, ka mundësi të jetë gabim. Do thënë vetën, gjithmonë e kalon gabim më shumë se sa tjetrin. Edhe ne duhet nisemi nga kjo çështje, një gjë të cilën e dim sakt se është gabim. Megjithatë ta fillojmë bisedën me mundësinë 50-50 gabimit. Ti themi o bir ose o i bi. Ti mund ta kesh mirë 50%, po dëgjoj edhe versionin tim. Edhe leja atë le të shprehet, binde, jo me autoritet, për arsye se forca e autoritetit përdoret kur mungon forca e argumentit. A dina e shprehja forca e argumentit edhe argumenti i forcës? Ka dallim, apo? Argumenti i forcës është forca e autoritetit. Unë jam baba këto. Se je baba, s'do më thonë që e ki mirë. Se nga njerë fëmija mundet me e pas ma mirë se ti që je baba. Po funit edhe nëse e din që e ki mirë, mos thuj unë jam baba. Le të kuptohet cila është e mira. Cila është e mira, se argumenti është baba në këtë rast, edhe ne do të ndjekim atë që është e mira dhe qelluara. Dhe hoxh, në anën tjetër, edhe mënyra e shoqërimit apo e krijimit të shoqërisë ka ndryshuar nëse krahasojmë me të kaluarën. Tani kemi edhe shoqëri virtuale. Sa është sfiduese kjo për një të ri i cili dëshiron të ndërtohet në vlera, në kuptime të drejta? Bujar, besoj që ti pajtohesh se shoqëria virtuale nuk e kompenzon, nuk e zaventëson atë shoqërinë reale. Që i bie se nëse kemi shoqëri virtuale, absolutisht nuk do të eliminojmë këtë pjesën tjetër të shoqërisë edhe të afërsisë që e kemi. Masandej njeriu sa më shumë shok të ketë është më i begatuar. Por unë po du prap me ndal bisedën të shoqëria reale. E kur themi shoqëri reale, ne nuk është se mundemi do e mos të krijojmë bashkë asnjë shoqërie. Për shembull, unë insistoj, edhe shpesh kur bisedoj me miq, them nuk bën me leju që ndokosh me qenë më shok me fëmijët tanë se sa ne që jemi. Tash, jo ajo shoqëria me të cilët kanë me dalë me lu futboll, ose me shku në piknik, ose me çapodione me bë ndonjë aktivitet rinor që ti edhe me dasht edhe me kon në formë, s'lajnë thinjat me, për shembull, unë dal me fëmijët e mi me pi kafe, por nuk shkojnë të gjitha ato lokale ku shkojnë ata, se janë disa lokale ku rinia i frekuentojnë më tepër edhe çift jam s'ka çka lyp aty. Por e kemi edhe na një shoqëri të kafës me fëmijët e mi. Edhe me gjenerat 3.
përmenoj me moshën e fëmijëve të mi e kështu me radhë. Edhe në këtë rast ajo shoqëni nuk bën me u humbë në asnjë mënyrë. Pavarësisht pse ti e baba, ajo është fëmia, mirë po duhet me e kriju edhe një lidhje tjetër. Ai ke pa nganjëherë disa gjëra kur I lidhim, nuk na mjafton një litar, I lidhim edhe knej për mos me rshit eventualisht. Për çdo eventualitet edhe ne duhet të krijojmë lidhje të shumta. Edhe ato lidhje mund të jenë edhe lidhje të hobive për shembull. Ata kanë qef një sport caktuar, po bëno ti pak fleksibil, trego pak interesim, jo për diçka thjesht veç me u bë qefin. Edhe në një farë mënyrë çdo kolegialitet I këtill patyshim që krijon afërsi. Ajo që do të duhej, tash a është e mundur as është e mundur mbetet sfidë. Mirë, po ajo që do të duhej secili prind me insistu edhe me fanatizëm me erujt, është që fëmia I vet mos me undi më I lirë edhe më shok me askan në botë më shumë se sa me ty. Fëmia jot me ty përveç që të ka babë, me thonë, unë edhe mikun numër ne. Ajo telefonon mikun, mos mi shku menja të dikush tjetër. A e ka një lajm të gëzushëm, a e ka një sprov, a e ka një problem. Është adresa e parë. Personi I parë që I shkon mendja, do të me qenë ti. Thonë, bab, u gëzova, e kam arrit një sukses kështu, ose bab, u I dhnova se më ka ndodhë kështu, ose e kam një sfidë, s'po di qysh mi abo, ose e kam një problem, hajde nxjerro. Mos me e thirr dikën tjetër para se me të thirr ty. A këto mundemi me arrit vetëm nëse ata kanë besim në ty. Urat e mirëbesimit janë shumë të rëndësishme. Dhe hoqë, deri më tani po ju përcjellja, po flisnit me mëshirë vazhdimisht për të rinj. Në fund të kësaj bisede, pra kësaj pjesët parë të emisionit, më shumë rinia është sfidë apo shpresë për shoqërinë? Të dyja rinia e sotme po e quajmë. Rinia e sotme është shpresë, por në një gjo të paktën të edin, unë e trajtoj kështu, na sprovat nuk I kemi veç me smundje, varfënie, pasigurie, skamje, eksigjona, sprovat I kemi edhe me mirëqenje. Në më thonë, dikush I cilin Allah e ka sprovu, si ka thonë evlad. Themi është I sprovum. E ty që të ka thonë evlada, nuk e I sprovume? Edhe ti I sprovum. Pse? Për arsye se edhe ty Allah ka me të këshyre, edhe ka me të vetë. A I edukove ata fëmi, çka bane për ta? A I ngope, a kanë hangër, a kanë pi, a janë vesh, a janë mbath. Po jo vetëm kjo, se funit edhe po nuk jetum na, edhe po vdicëm na, fëmija jonë do të rritën. Sa jetimi është rritë, edhe jo vetëm që është rritë, por edhe është bo shumë I suksesshëm për çfarë arsye? Për arsye se nuk është prindja është mjet, nuk është arsyeja kryesore pse dikush mbjeta. Ka mbjetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është bo pejgamber pa prindër. I kanë vdek herat. Kështu që prindit duhet me kuptu rolin e vetë drejt edhe sakt, që përgjithësia kryesore e tij është në formimin e tyre, jo thjesht në ngopjen e tyre. Pra është edhe sprov, edhe shpresë. Po rinia që është shpresë, ti paramendo tash, me keqardhje duhet ta bëj këtë krahasim se nuk ndihem mirë kur e them, sa ndihet në vaj ai cili s'ka fëmijë. Pse? Nuk është puna veç për se funit fëmijët janë përgjithësi, edhe janë shpenzim, edhe kokëdhëmbje, edhe kokçarje, po e kanë edhe ato anën pozitive, jashtëzakonshmërisht të mira dhe të këndshme, edhe shpresë për të ardhmen, për arsye se çdo kush që e ka përjetuar rritjen e fëmijëve, e din se sa madhështore është kur rriten fëmijët edhe të ishe ata të suksesshëm. E tash kjo shpresë, padyshim që është shumë e madhe, mirë po është edhe sfidë, për arsye se nëse nuk e kemi shfrytzu atë kohën e nevojshme për me ngrit urat e komunikimit me ta ashtu si duhet, me mirëbesim. Po flas për përgjithësitë tona se funit kanë menduar gjanat që Zoti ka zgjedhur edhe ka vendosur për to, e që mund të jenë ndryshe prej asaj që ne ja kemi bërë hizmetin edhe ja kemi dhënë kontributin, por përgjithësia jonë është për ato çka kemi bërë ose çka jemi mundu me e bë. Edhe tash nëse nuk I ke ngrit urat e komunikimit, kur ka qenë nevojshme edhe e duhon, edhe mirëbesimin, atëherë ka me ndodhë ajo që na e tregonin të moshuarit përpara, kur ne ishim të moshuar ata ishin. Thonin një djalë, burr, e ka marrë babën e vet me e çu me hup
e ka qitë në shpinë edhe duke hetë dikon një vend të shkret, i thot babë që të du me të lonë, me të hup, i thot jo birë, mos më lek të qëmë edhe pak ma largë. Thot pse? Thot për arsye se unë këtu e kom lonë babën tem. Unë këtu e kom hup babën tem, ti hupëm dikon ma largë, se e kom lyp, e kom meritu. E po du të them se nuk do të vajtojmë, kur rritën fëmija dhe themi s'po na dëgjojnë. Nuk po të dëgjojnë mbase, s'pe nguli gurin gjithsesi, po s'po të dëgjojnë dhe s'po të respektojnë mbase për shkak se nuk ja ke bu hizmetin. Kur kanë qenë të vegjël ti je treguar për fillës ndaj tyne, se e kon ti fort, e ke pas punën, e ke pas rrogën, e ke pas jetën përpara, mbase nuk ke gjetë kohë, edhe këte ja u them shpesh njerëzve, mos u jepni shumë mas dunjas, e mas punës, e mas biznisit, e me i haru fëmit që i keni në shpe edhe s'po i shef fëmit të rrit një moment caktuar thu u befasova sa më kishin rrit fëmit. Fëmia ka nevojë për dashni dhe për prani. Ma shumë se sa për pare, për lukse, për veshmbathje, për ushqim. Nuk do të me pru punën, me thonë valla u habita tu punu edhe i pash më kishin rrit fëmia, se dhe ata masa ne i thojnë, sigur ka thonë ai, u ndal rryma, mra me najt me ata të shpis, sa njerëz të mirë ishe. Faleminderit për pjesën e parë. Hoxh, të dashur miq, kthehemi pas pak për të vazhduar me telefonata dhe mesazhe. Është koha tani të dashur miq që të bashkëbisedojmë me ju përmes telefonatave, ndërkohë derisa do të kemi një telefonat, do të lexojmë një mesazh. Thot gjyshi i Mindjeri ishte muezin në xhami dhe lexonte Kur'an çdo ditë. Mushafi i tij arabisht me përkthim bosnjakisht tregon për kushtimin e tij. Faqet e surrës El-Waqi'a janë shumë të përdorura, si të ishin lexuar pafund. Ai thoshte se kjo sure nuk lejon varfëri. Sot unë e trashëgoj këtë mushaf. Thot, Hoxh, a mund të na shpjegoni pse lexonte aq shpesh këtë sure dhe çfarë mund të mësojmë ne nga devotshmëria e tij? Mashallah, te barakallah. Bujar, neve maksimalisht që na duket vetja se kena shumë kontakt me Kur'anin, mundet të surja Kehf me u dok fletët pak ma të harxume, ma të përdoruna. Që të ai, rahmetullahi alejh, pas ka qenë surja El-Waqi'a, të dikush është surja El-Mulk. Unë e kam mushafin e babës tem, rahmetullahi alejhi, cili është mushaf relativisht i ri, e ka marrë 3, do më thonë 0-0, në 7-8 vitet e fundit tjetës ti, edhe kret fletët i ka të nxime prej shfletimit, edhe kopertinat i ka të dëmtume prej përdorimet shumë. Ai gjenerat e njerëzve, e hoxhallarëve, muezinave, haxhilerëve, njerëzve të devotshëm, për një mend kanë qenë për neve duhet të ishin edhe frymëzim, por janë edhe një standard që kanë frikë se mos po mbetet i paarritshëm. Ata kanë qenë të motivuar për gjërat që i kanë dëgjuar prej hoxhallarëve ose i kanë lexuar në atë literaturë në cilën kanë pas çasje. Te surja El-Waqi'a ekziston një transmetim në cilin qëndron të ketë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ai që e lexon surën Waqi'a nuk i ndodh varfëria, por gjatë hulumtimit e sheh se transmetimi është i dobët, nuk është autentik. Po kjo nuk do të thotë se një njeri i cili ka punuar me këtë hadith e ka lexuar surën Waqi'a, nuk do të thotë se s'ia ka pa hajren. Se e pakta, do të thonë për çdo shkronjë të lexuar, do të thonë i ki nga 10 sevape. E tash porosia ime është për personin që e ka parashtruar pyetjen, surën Waqi'a që e ka lexuar gjyshi me aq për kushtim sa që vrehet në shfletimin e fletëve të asaj sureje, merret ti tash lexo për kthimin edhe komentin edhe shif çka ka thonë Allahu në atë sure madhështore. Mirë, do të vazhdojmë tani me një telefonat. Alo? Mirëmbrëma, selam aleikum. Mirëmbrëma, aleikum selam. Una me hoqën të rëmë, jam në rregull që ndëgjoj, pionës preshevës lugimës, ama e kam një pyetje për hoqën. Pa. Sa ka, a dikon dhe shkrumen në haditha, në Tali Selamit, mësat, që është kodra e Uhudit, një kufume që ja falë gjenazën, qatë se vape ka. Ku shkruhet ajo? A ka dikun shkrume dikun? Se una e së jam së më komujt me gjithë. E qartë. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Do të inkuadrojmë një tjetër telefonat, alo?
Alo, urnoni. Ikum. Tërhëgj, se vapi I faljes së gjenazës. Fillimisht, është asprish punë me I përshëndet gjithë ata të cilët në përcjellin, pa përjashtim, e posaçërisht ata që në përcjellin nga Lugina, vëllezërit edhe motrat tonë, Allahu I rujt. Na kemi pasën staf këtu nga Lugina, domethënë që kam punu në stafin e PIS TV-s, kështu që Lugina ka hise, apo ja? Patjetër. Elhamdulillah, falenderojmë Allahun për mundësinë që të jemi prezent na me pamjet tona dhe me atje që flasim në shtëpitë e vëllezërve tonë. Falja e gjenazës ose përcjellja e gjenazës dhe kodra e Uhudit ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thotë se falja e gjenazës ka shpërblim sa një qirat dhe përcjellja e gjenazës ka një shpërblim edhe sa një qirat. Pastaj kur e kanë sqaruar, kanë thonë çka është qirati, ka thonë qirati është sa kodra e Uhudit. Do thonë sasia e sevapeve është Uhudi nuk është kodër, është një vargmal. I ka më tepër se sipas gjitha xhasë më tepër se 10 kilometra është I gjatë. Do thonë sasi shumë e madhe e sevapit që përcjellja ose falja e gjenazës, secila prej tyre I ka nga një qirat sevape. Kjo ka ardhur në sqarimet profetike, në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me telefonusin tjetër. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Deshta një pyetje me bo për hoxhën. Po. Jam një nanë me 3 jetima dhe jam pak e rrept për fëmijët. A kom gjuna? Faleminderit. Po hoxh. E rrept me fëmijët, apo? Bujar, ajo rreptësia e nanës menoj deri te një kufi I caktuar gati gjithë ka arsye e tem. Por arsye se nanat kanë atë shumë mëshirë, atë shumë dashni, atë shumë dhëmshuri për fëmijët e tyre, saqë edhe rreptësinë kur e aplikojnë, nuk e aplikojnë me urrëtie, padyshim, po e aplikojnë me dashamirësi. E tash nëse ajo rreptësi është e arsyeshme, do të thonë shkon deri te një kufi, po jo vrashtësi, po je e rrept edhe rigoroze për shkak se ata fëmijë posaçërisht duke qenë se je non që I rrit vet, domethënë fëmijët jetima, mund ta ketë edhe arsyen e vet, mirë po bën kujdes mos e tepro. Qartë. Vazhdojmë tutje. Alo, Doni. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta të bëj hoxhës një pyetje. Po. Namazi I sunet ku të falet a bën me bo doa dhe shqip. Namaz sunet, apo... E ke fjallën në sejdë, apo? Urnani? E ke fjallën me bo dua shqip në sejdë? Po, në sejdë. Në qartë. Okej. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam, mirë presim telefonusin tjetër. Iku, në ke keq, duaja shqip në sejdë, gjatë namazit sunet. Bujar, këtë pyetje, tash edhe ti din me dhënë përgjigje për arsye se me 10 herë ke dëgjuar prej meje, unë jam I mendimit që namazi e duaja në sejdë është e lejuar në gjuhën që ai që falet din me formulu, derisa nuk e din gjuhën arabe, edhe në farze, edhe në sunete. Do thonë në sejdë lejohet me lutë Allahun çka të dush në cilin do namaz. Qartë, do të vazhdojmë tutje, lexojmë një mesazh, thotë hoxh me dhënë sadaka është më mirë me dhënë një fukaraje apo një xhami që është duke u ndërtu? Unë nuk më thonë cila është më mirë, po ti shif në cilën po ndihesh më mirë. Edhe duke qenë se e ke më tepër se një mundësi për të dhënë, nashta bën me këshyre edhe në perspektivë ai kontributi yt çka mundet me prodhu më tepër. Një fukara kime ngop e kemi obligim, s'bën me lon njeriu me hiq keq, por një xhami nëse ndërton ose merr pjesë në ndërtimin e saj, hajri I saj ka me qenë në perspektivë sadaka rrjedhse. Mirë po, shqyr Zotit, ai që e ka mundësinë me dhënë sadaka, ai s'ka me dhënë vetëm një herë në jetë. Kombinon. Sot jep për fukaran, nesër jep për xhami, javën tjetër jep për diçka tjetër e kështu me radhë. Bëje sadakan shprehi. Mirë, vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam.
Ju përgëzoj juve në studio, edhe përgëzoj hoxhën e nderuar për ligjëratën shumë dobiprurëse. Me të vërtetë kemi pas nevojë për rinim tonë të dëgjojmë kështu fjalë miradije, se çdo kush të thanë rinia sot po dëgjojnë, s'u na marrin parasysh fjalën. Domethënë ky komunikim se zbatojmë se thot hoxha do të jetë shumë i suksesshëm. I falenderoj shumë për këtë ligjërat. Mua hoxhi nderuar më preokupon edhe jam kurioze me ditë emrin e flokëtores vajzës faraonit që e ka thënë bismillah të e marrë krahnin për me i kre flokët, ajo ka thënë jo, baba im është Zot. E kuptoni tash historinë e saj, e kërkon për mua me gjetë emrin e saj, apo nuk ka emër, vetëm flokëtare. Ajo në xhenet është. Ju faleminderit shumë për dëgjimin, për vëmendjen. Kërkoj një shpjegim. Faleminderit edhe juve për telefonat. Të shohim nëse kemi telefonatën tjetër, do ta inkuadrojmë një herë, alo? Mirë. Emri i shërptorës së vajzës së faraonit. Flokëtares ose frizeres. Kështu ka qenë. Në hadithe ka ardhur vetëm me këtë përshkrim. Nuk është përmend emri i saj. Kështu që nuk kemi diçka në mënyrë autentike që na thot se ajo është quajtur kështu ose kështu. Në hadithe ka ardhur Mashithat bint Firaun. Mashitha i thon asaj që e përdor krehrin. Në rastin ton i thonë frizere ose që i thonë shqip, më ndryshe Floktare mendoj se është më mirë dhe më shqip. Realisht kështu është përshkruar në hadith edhe në transmetim, nuk na ka ardhur një informacion në mënyrë autentike dhe të besueshme. Po ajo që mbase është mirë ta mbajmë mend këtu është pikërisht fakti se sikur të ishte e rëndësishme na mja ditë emrin atij personi, asaj gruaje, do ta kishim. Sigurisht do ta kishim. Kemi edhe disa personazhe në Kur'anin famadh përmenden me cilësi, me përshkrime, nuk përmenden me emra të përveçëm, edhe unë kam menduar shumë gjatë edhe thellë për këtë punë. Siç është nëna e Musait. Nëna e Musait, sikur është ai burri i cili ka ardhur, më thon nga skaj i qytetit, më thon Musait. Në surën Yasin. Jo, ai në surën Ghafir që ka ardhur, ka thënë Musa, po doin me të vra, ik. Edhe ai në surën Yasin. Domethënë të njëjtat janë përmend, po përmend emri i tyre. Unë po e kuptoj kështu, sikur Zoti ka dashur me na e dhënë neve si mesazh, fokusoheni te punat që i ka bëu ata njerëz të famshëm, që ju ka dhënë hapësirë në ajetet Kur'anit, që ju ka dhënë hapësirë në rrëfimet e profetit sallallahu alaihi wasallam, pa e pas domosdoshmërisht kurreshtin se çu kanë pas emrin. Kjo në asnjë mënyrë nuk e bën pyetjen e juaj gabim, që të mos keq kuptohemi. Madje ka raste kur historianët janë marrë deri në detaje, ju kanë, si më thon, kanë hulumtuar për emra, për shembull, ata djemt e shpellës, ka prej tyre që janë interesuar dhe ata që i kanë pas emrat, Allahu nuk i ka përmend, po në disa çësje historike i gjen të përmend disa prej tyre kanë shkuar më larg, edhe çanit tyne ja kanë gjetë emrin, ose ja kanë vënë në emrin, pa ka rëndësi. Po ajo që unë dua të them në këtë rast, ose të paktën zonja tha, kom hulumtu, po s'kom gjetë. Okej, sikur Zoti ka dashur me thonë që shif ku është mesazhi te ajo. Mesazhi është që kur i ka ra krehrin në tokë, ajo ka kap duke thonë bismillah. Vajza e faraonit i ka thonë, ajo të thonë se bismillah do të thonë me emrin e Zotit. Ajo të thonë me emrin e Zotit babas tem? Thotë jo, jam të thonë me emrin e Allahut, që është edhe Zoti im, edhe i yt, edhe i babas tan. Edhe mas andaj është kompliku situata për një fjalë të thjesht, e cila ka buru nga besimi, derisa ajo, domethënë, edhe ka tregu gatishmëri me sakrifiku jetën, po mos me e braktis besimin. E marrim tani edhe një telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. E kam disa pyetje për hoxhën, a ka mundësi? Po. Nuk ka dek burri para një muaj ditë, jam 72 vjeçare. I deti ka kanë edhe mu me majtë, sikur të reja, apo si reja si mëshuar, dhe ka mundësi, a më me dalë të vlau a dikon tjetër, a vetëm me nejtë me 4 mujet dhe ditë shasht. Pyetje tjetër? Edhe një pyetje, e kam burrin e kanë vërus me pa tabot. A ka ma mje me tabot, tabotin e kanë pas, po e kanë vërus pa tabot, a është ma mje me tabot, me vërus a pa tabot.
Pyetja tjetër? Edhe për zeqata, e dini sa është një sobja shka është ja. Stej sa jenë shumë, sa është E qartë. për këtë vetë. E kuptuam, faleminderit. Selam. Mirë, Po, ideti është rregull i cili nuk ka kufizim me moshë. Do thonë 70 vjeçare, idetin duhet me e majt, edhe pa qenë e domosdoshme gjatë këtyre 4 muaj e 10 ditëve, rregullat thonë se nuk duhet me dalë prej shtëpisë. E kanë varros pa tabut. Po, ma mirë është pa tabut se sa me tabut. Dhe nisabi për momentin. Nisabi gjatë Ramazanit ka qenë dikon 12.000 diçka euro, mirë po duke qenë se ka ra pak çmimi i arit, të thonë ajo llogaritet me çmimin e arit, nuk e di sakt çfarë është. Faleminderit shumë. Faleminderit aty. Dhe shumë miq, faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.